Jemi rikthyer në studio, do diskutojmë tani për procesin e integrimit të Shqipërisë në vendin tonë, sepse përveç negociatave, hapjes kapitujve midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, njëkohësisht zhvillohen edhe takime në nivele drejtuesish liderësh, por njëkohësisht edhe në nivele ministrash për sa i përket procesit të Berlinit. Mëgjërësisht ne do diskutojmë me zotin Geron Kamberi, ekspert i shkencave politike, drejtues i zyrës për kërkime shkencore. Zoti Kamberi, mirë se erdhët. Mirë që gjeta, faleminderit. Ta nisim me samitin e Kotorit, me qënë se ishte edhe i freskët, ishin ministrat e ekonomisë, ministrat e vendeve të rajonit për diskutuar mënyrat e zhvillimit të vendeve tona të Ballkanit Perëndimor. Në këndvështrimin tuaj, përveç iniciativës së Berlinit, mos duhet një bashkëpunim akoma më i madh edhe mes vendeve që në një farë mënyrë të shikohemi si një treg i përbashkët në syt e kujdo për te këtij rajoni? Besoj që takimi ose samiti ministrave në Kotor, në kuadrin e procesit bashkëpunimit rajonal, nënkupton faktin që vetë procesi bashkëpunimit rajonal dhe procesi Berlinit në tërësi kanë qenë një element i cili ka lëvizur në mënyrë të njëtrajshme të paktën për gati 10 vjetësh, që prej 28 gushtit të vitit 2014, kur procesi Berlinit u shpall nga kancelarja në atë kohë e Gjermanisë Angela Merkel. Në gjatë këtyre 10 vjetëve kanë ndodhur shumë ndryshime, po marrë 2 nga më kryesorët. Së pari kemi një metodologji të re të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pjesa që ka mbetur tashmë nga Europa juglindore pa u antarësuar në Bashkimin Evropian, një strategji e re zgjerimit me këmbguljen e Francës, në cilën në 5 shkurt të vitit 2020 u propozua nga Komisioni Evropian, u miratua nga Parlamenti Evropian, dhe tashmë në qoftë se dikur vendet antarësorë që në Bashkimin Evropian, vendet kandidate duke hapur njëkohësisht 35 kapituj dhe pastaj në varësi të shpejtësisë i përmbyllin ato deri në nënshkrimin e traktatit të antarësimit, tashmë kemi një filozofi tjetër, e cila për disa që konsiderohen si thuash optimist të këtij procesi, mendojnë që kjo e bën procesin më të shpejt, për ata që konsiderohen më skeptik, e bën procesin më të ngandalt sepse rrit rolin e peshën e vendeve anëtare brenda procesit, cila për vërtetës në strategjinë e mëparshme ndodhte vetëm në fund. Gjithsesi jemi përballë këtij realiteti. Interpretime kanë në pikërisht. Ky është një ndryshim i parë që ka ndodhur. Ndryshimi i dytë është fakti që Bashkimi Evropian ndërtoi një format dialogu me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kemi tashmë samitet e BE-s me Ballkanin Perëndimor që një pjesë zhvillohen në kuadër procesit Berlinit, një pjesë tjetër edhe brenda marrëdhënieve që ka Bashkimi Evropian me këto vende. Dhe brenda kësaj logjike janë dhe instrumentat financiar të ndihmës që bëjnë gati vendet e Ballkanit Perëndimor për tu antarësuar në statusin e vendit kandidat. Tashmë zhvillimi më i rëndësishëm ka qenë miratimi i fondit për rritjen ekonomike ose plani rritjes ekonomike, një fond për edhe 6 miliard euro që i shtohet instrumentit ndihmës para antarësimit të Bashkimit Evropian, IPA, ky është termi, 2021-2027. Pra, në një farë kuptimi, Bashkimi Evropian nuk ka shprehur thjesht një vullnet politik, po ka kaluar edhe në masa konkrete për ta bërë, si thua, realitet objektivin e tij që të paktën, objektivi që është shpallur me Komisionin e ri të Bashkimit Evropian, pra mandati 2 i Komisionit von der Leyen, që brenda mandatit të këtij komisioni, pra 2029-s, të paktën 2 vende të reja të Ballkanit Perëndimor të bëhen vende anëtare dhe janë identifikuar si vende që janë më afër këtij objektivi, Shqipëria dhe Malizia, dhe tashmë ne e dim sapo përfundoi një fushatë elektorale ku slogani kryesor ishte Shqipëria në vitin 2030 në BE, dhe natyrisht ka filluar dhe një proces negociator cila filloi që në 27 korrik të vitit 2022, kur u hap konferenca parë ndërqeveritare, dhe teknikisht negociatat quhen të hapura në Bashkimin Evropian me Shqipërinë që prej 15 tetorit të vitit 2024, ku Shqipëria hapi grup kapitullin e parë apo themelorët. Samiti që u përmendet vjen pikërisht në këtë sfond ngjarjesh, rrethanash, të cilat më shumë synojnë që të kalohet në ato që quhen politikat sektoriale. Pra, samitet e ministrave të fushave të veçanta, qoftë ekonomisë, mjedisit, të arsimit e tjetër, janë disa platforma në nivel rajonal të karakterit sektorial,
që lidhen me sigurinë, që lidhen me mjedisin, që lidhen me ekonominë, që lidhen me kërkimin shkencor, etj, bëjnë pikërisht dhe i japin përgjigje ata që përmendet dhe ju pak më parë, që ka një nivel bashkëpunimi të këtyre vendeve për të shkuar drejt anëtarësimit plot në Bashkimin Evropian, por natyrisht ka dhe një nivel bashkëpunimi përse përket vendeve të rajonit, që edhe para procesit Berlinit ka pas disa iniciativa, siç ka qenë iniciativa e bashkëpunimit në vendeve të Evropës Juglindore, procesi i bashkëpunimit të Evropës Juglindore, pra disa formate të ngjashme, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal që ka qenë ish pakti i stabilitetit, i cili u shndrua në një platformë bashkëpunimi rajonal, pra ka një koktejl do të thoja iniciativash, dhe urojmë që shija në fund e kësaj të jetë e mirë për njerëzit edhe për ata që do të jenë përfituesit kryesor të këtyre politikave. Sigurisht. Zoti Kamberi, ne po i shohim edhe nga fotot dhe të paktën nga ato që deklaroi ministri Gonxha në këtë samit ministerial, theksi u vendos në mënyrë të veçantë tek ekonomia kreative, pra arti, kultura. Kjo vjen mbase edhe për shkak, pra theksi tek bashkëpunimi midis vendeve nëpërmjet artit, kulturës dhe mini sektorëve të tjerë. Është i rëndësishëm ky aspekt për të bashkëpunuar edhe për shkak të problemeve mbase që vendet mund të kenë njëra me tjetrën dhe në këto raste kultura, muzika, arti bashkon. Po, kjo është e natyrshme, zakonisht në çdo format të bashkëpunimit, veçanërisht vendeve që vijnë nga një tradit konflikti ose ish konflikte të tyre, natyrisht shkojnë dhe bashkëpunojnë në ato fushë që janë më të afërta, pra arti, kultura, arsimi, janë paqësore, etj, ekonomia, dhe diku të cilat shtrojnë rrugën drejt një bashkëpunimi afatgjatë edhe në fusha të tjera, siç është siguria, ekonomia, situash apo aspektit në fushën e mbrojtjes, edhe elemente e kësaj natyre. Por dy këtyre pyetjes tuaja, unë do të thoja që pjesa e këtij bashkëpunimi, siç përmendat ju pak më parë, edhe vetë nga ana e Bashkimit Evropian tashmë është konkretizuar nëpërmjet ftesës që ka bërë vendeve të Ballkanit Perëndimor, që megjithëse nuk janë vende anëtare, të bëhen pjesë e programeve komunitare të Bashkimit Evropian që vlen vetëm për vendet anëtare. Kështu për shembull Shqipëria që prej vitit 2005 kur nënshkrua ligji, pra u miratua ligji i posaçëm në Parlamentin Shqiptar që Shqipëria të merrte pjesë si vendi i asociuar në programet komunitare të Bashkimit Evropian, që prej këtij viti deri tashmë, po edhe pak më herët, Shqipëria ka marrë pjesë në disa prej programeve komunitare, pra të ndihmës Bashkimit Evropian që janë të krijuar posaçërisht për vendet anëtare, që fillojnë që ato në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor, siç është programi Tempus dikur, Erasmus tashi, Horizont 2020, Horizont Europe, programi Digital Europe, programi Kultura, ose Creative Europe, ose Europa krijuese, pra tregon që jemi në një fazë e cila deri diku është logjike brenda filozofisë me cilën e ka ndërtuar Bashkimi Evropian bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor. Pra nëse ky grup vendesh janë pjesë e strategjisë së zgjerimit, që është një nga instrumentet kryesor politikës jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian, atëherë ky zgjerim do të nënkuptonte jo zgjerimin vetëm në nivel të vlerave politike dhe ekonomike, po zgjerim dhe bashkëpunim që vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin pjesë në gjithë ato që quhen zona përbashkëta, pra zona e përbashkët e arsimit larë, zona e përbashkët e kërkimit shkencor, zona e përbashkët kulturore, pra të ndajnë të njëjtat vlera, parime dhe nivele bashkëpunimit të cilat e bëjnë Europën një treg të madh përbashkët, por edhe një kontinent që secili do të ndjehet pjesë e tij. Dhe ai është qëllimi edhe i Unionit. Vetë procesi Berlinit, zoti Kamberi, mendoni se e ka zbehur disi mbase objektivin, mbase edhe atë ngulmimin për t'i bërë vendet e Ballkanit pjesë e Bashkimit Evropian, edhe për shkak ndryshime politike që i përmendët? Natyrisht, kur krijua ose kur u ndërmori kjo iniciativë nga ana e kancelares Angela Merkel në 28 gusht të vitit 2014, askush ndoshta se kishte menduar që ky do të ishte një proces që do zgjaste 10 vjet, ndoshta ishte menduar të ishte pak më i shkurtër dhe më shumë ishte për të rigjalluruar procesin e zgjerimit. Natyrisht ka dhe një rrethan sa strategjike, sa kohore në momentin që lindi ky proces, për shkak se në atë periudhë sapo kishte marrë mandatin Komisioni Juncker, dhe kryekomisioneri Juncker në deklaratën që bëri në
Parlamentin Europian, si tu është dhe diku ngriu me një fjali procesin e arshëm të zgjerimit. Dhe naturisht në shumë prej kancelarive perëndimore, përfshirë Gjermanin që është lokomotiva e bashkimit Europian, unë ndje një lloj ndoshta frike, dileme, sepse kjo lloj ndoshta kjo lloj shprehje e këtij objektivi strategjik të bashkimit Europian që sapo ishte antarësuar Kroacia në 2013 të kishte një periudhë frymarrje dhe të mos kishte antarësim të ri. Ndërkohë që kishin filluar negociatat me Malin e Zi dhe me Serbinë. Vetvetiu për këtë arsye u ndërmor procesi i Berlinit, i cili deri diku ishte një lloj dhome ose paradhome që do ta mbante temperaturën e ngrohtë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mos ndiheshin brenda frigoriferit ftohtësisë së politikës mos zgjerimit. Dhe gjithsesi, po ta keni vënë re, samitet e ndryshme, iniciativat e ndryshme, një pjesë e një instrumenti financiar që ka pas vetë procesi i Berlinit, në ato që quhet agenda e ndërlidhshmërisë apo agenda e konektivitetit për të financuar projekte të bashkëpunimit infrastrukturor që do lidhte vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do t'i afronte me tregun e përbashkët, ishte pikërisht në themel të kësaj filozofie që unë përmenda pak më parë. Natyrisht, ka pasur një do të thoja aspekt të veçantë, sepse procesi i Berlinit ka ecur paralelisht dhe me procesin e zgjerimit. Pra kanë qenë dy politika që në momente të caktuara takoheshin, në momente të caktuara duket sikur ecnin paralelisht, ndonjëherë dhe mbivendoseshin. Kështu që vetvetiu kjo mund të ketë krijuar atë lloj ndjesie që është një proces që paktën tash duket sikur ka hyrë në rutinë administrative dhe nuk prodhon ngjarje të mëdha. Në vetvete fondet, zoti Kamberi, janë të aksesueshme, marr shkas sërish fondet që edhe ministri Gonxha i përmendit tek ministeriali i Kotorit, qoftë shoqatat, qoftë bizneset, në varësi edhe të projektit që ofrohet në dispozicion, janë lehtësisht të aksesueshme? Zakonisht, Bashkimi Evropian, për shumë vende që aspirojnë ose synojnë të antarësohen, nuk i ngjan, duket sikur i ngjan një si thuash mali me dhurata, siç ato që ka vendos babagjyshi vitit të poshtë pemës, por në këtë rast nuk është ky rasti. Natyrisht, natyrisht ndihma që ofron ai për vendet që duan të antarësohen, qoftë në fazën e parantarësimit, po dhe më pas u ngjajnë dhuratave, sepse për të vërtetë një pjesë e madhe janë grante, një pjesë e tyre janë me bashkëfinancim, ku 75% ose 85% financon Bashkimi Evropian dhe 15% vendi që do të antarësohet për treguar dhe një lloj angazhimi. Pra, në tërësi po ta përfshish këtë logjik me cilën është ndërtuar Bashkimi Evropian, pra parimi i solidaritetit komunitar, është shumë njosës për vendet të cilat vijnë nga periudha moszhvillimi ekonomik, politik, social, dhe siç e ka treguar dhe eksperienca e valëve të tjera të zgjerimit, pra vendet e Evropës qendror-lindore, një pjesë e tyre që kanë qenë të afta kanë arritur të përfitojnë dhe të ndryshojnë dhe të transformojnë dukshëm të gjithë elementet që lidhen me infrastrukturën rrugore, hekurudhore, sociale, shëndetësore, fal këtyre fondeve që vinë nëpërmjet instrumentave financiare që ka Bashkimi Evropian, dhe thash kjo është magjia që ka vetë ai si një institucion i veçantë, sui generis, dhe me cilën ka garantuar dhe paqen në Evropë për gati më shumë se 80 vjetësh. Besoj e keni ndjekur dhe nga deklaratat e zyrtarëve të Komisionit Evropian, por edhe që fjalia atyre është mundësit janë aty, nxitoni t'i përdorni. Dhe kur flitet për këtë fjali, gjysma e parë e fjalis i përket Bashkimit Evropian, pra si thush ato kanë instrumentat, dhe pjesa më e rëndësishme u përket vendeve të cilët duhet t'i përdorin këto mundësi që janë grante, kredi, fonde të cilat brenda këtyre projekteve, që gjithsesi nuk janë të shpërndara në mënyrë aritmetike për secilin vend. Ashtu siç një fest kur ndahen dhuratat me bazë një parimi si thua të barabartë, secili do të marrë nga një dhuratë. Natyrisht ai sasi e madhe e financimit që ka Bashkimi Evropian kalon nëpërmjet procedurave burokratike, administrative, kjo është e vërtet, kush ka pasur rastin me duken të lodhshme, dhe kjo vetvetiu kërkon që çdo vend kandidat apo që do të bëhet vendantar, e ka të nevojshme të krijojë ato palestrat ku do stërviten të gjithë administratorët publik, organizatat, shoqëria, biznesi veçanërisht, sepse harrohet
Pra të kryojnë kapacitetet e tyre në mënyrë që këtë mundësi ta përdorin. Natyrisht, askush nuk zdo pres që të qaj apo të shprej keqardhjen qofse një vend kandidat nuk përfiton nga këto mundësi. Kemi raste në Bullgarisë, Romanisë apo dhe të Kroacisë, që po të shikosh edhe që po bëjnë gati më shumë se 10 vjet që janë antarësuar, niveli përthithjes së fondeve të zhvillimit social, të fondeve zhvillimit rajonal apo fondeve të ndryshme që janë fonde që kalohet nga ndihma e para antarësimit, kalohet te fondet strukturore dhe të kohezionit, kur je vend antar, ajo do varet nga kapacitetet e brendshme të secilit vend. Megjithatë, kjo krijon edhe besim në anën tjetër, zoti Gamberi, sepse shpeshherë Bashkimi Evropian madje në një analizë bëj një shembull, një marrëveshje që Trump për shembull tenton ta bëj për 3 javë apo 4 javë, Bashkimi Evropian e bën për 2 apo 3 vjet, por nëse arrin një marrëveshje, je 100% i sigurt që ajo do të respektohet pafundësisht, derisa nuk e di. Kështu që burokracia përkthehet në besim. Natyrisht po t'i referohemi një shprehje, që si lloj aforizmi dhe kush ecën ngadalë, shkon larg dhe shkon i gjallë, po në kuptimin natyrisht ngadalësia ka më shumë siguri, por nga pikpamja e pritshmërive që mund të kenë njerëzit, ka një çmim për të paguar, sepse njerëzit përjen nga padurimi, të paktën masa, dhe do të shoh rezultate apo fitore të shpejta. Ndërsa logjika që shpesh ka Bashkimi Evropian si institucion, është që kalon në për disa faza, natyrisht ka një debat dhe brenda Bashkimit Evropian për një pjesë të madhe të këtyre procedurave dhe natyrisht vit pas viti ato ndryshojnë, pra bëhen më të zhdërvjelësa, sepse thelbi është që ajo sasi parash t'i shkojë ekonomisë së vendeve antare, qofshin ato që janë antarësuar, që kanë qenë themeluese, qofshin ato që sapo janë antarësuar, apo ato që presin të antarësohen. Por thelbi nuk ndryshon. Pra, ato janë fonde të taksapaguzëve europian, të cilët monitorohen dhe duhet kontrollohen. Dhe kontrollohen. Shqipëria pati një eksperiencë besoj me fondet e IPARD. Kështu që si thua nuk ngelet asgjë tjetër që secili institucion, pra në këtë rast Shteti shqiptar në procesin e negociatave që do të ketë, dhe urojmë që të përmbyllen brenda atij objektivi strategjik që është vendosur, paralelisht duhet të zhvillojë dhe të ngrejë kapacitetet që lidhen me përthithjen e këtyre fondeve, sepse në fundit procesi që quhet përafrim nuk kupton vetëm përafrim legislacionit. Shqipëria duhet përafrohet burimet njerëzore patjetër. Burimet njerëzore, Shqipëria duhet përafrohet me BE-n, përafrohet dhe të njësohet në një moment caktuar me aspektet infrastrukturore, me aspektet e shërbimeve sociale, të shërbimeve shëndetësore, të shërbimeve arsimore, pra çdo gjë që një individ që e konsideron Shqipërinë në një mas disa vitesh pjesë të Bashkimit Evropian dhe tregut përbashkët Evropian, duhet të ndjejë dhe të gjejë po të njëjtat lehtësi dhe mundësi si që gjenë në një vend antar të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është dhe logjika. Pra zgjerohet hapësira e Bashkimit Evropian, por nuk zgjerohet duke futur në Bashkimin Evropian probleme. Por duke futur standarde të cilat dhe problemet që ka se cili standard brenda një vendi kandidat, pakson ose zhdukën falë këtyre instrumentave të financimit. Ne aktualisht, edhe për shkak se kemi thënë shpeshherë shumë afër antarësimit në Bashkimin Evropian, gjithmonë nëse do të ketë surpriza. Po e marrim më seriozisht këtë pjesë, pra pasja e burimeve njerëzore për të përthithur sa më shumë të jetë e mundur fonde. Natyrisht që Shqipëria ka një eksperiencë. Shqipëria paktën që për vitin 93 që me programin FAR, që ka qenë programi parë, kur Shqipëria mori pjesë, pastaj me programin CARDS, programin IPA, sepse dhe emrat e instrumentave financiar të Bashkimit Evropian për vendet kanë ndryshuar. Natyrisht e ka një traditë dhe vazhdon. Normalisht nuk është në ato nivele që mund të pritet, sepse mund të jetë kërkuar një përshpejtim përse përket disbursimit të tyre fondeve, menaxhimit të tyre më të mirë, rritjes nivelit të suksesit për aplikimet që bëjnë qoftë institucionet shtetërore, qoftë ato jo publike në instrumentat financiare të Bashkimit Evropian, siç e përmenda pak më lart, por gjithsesi ajo çfarë vlen të theksohet është që Shqipëria është përballë këtij realiteti tashmë, pra nga një anë do të ketë mundësitë dhe nga anën tjetër duhet të ketë aftësitë përdori këto mundësi. Se si do të ndërtohet kjo urë, pastaj u takon institucioneve shqiptare. Natyrisht Bashkimi Evropian
ka instrumenta për të ofruar ndihmën e tij. Instrumentat i ofron aty. Por jo, dhe asistencë teknike që vazhdon prej vitesh në shumë ministri, në disa. Por shparimi është që ndihma nuk është e përhershme, pra ashtu siç një fëmijë do t'i duhet një kohë të ecë me këmbët e tij. Duhet përpjekje gjithmonë. Ndërkohë, nëse kalojmë tek kapitujt e rinj që janë hapur, kanë të bëjnë kryesisht me gjithë përfshirjen, me rritjen gjithë përfshirëse, por njëkohësisht edhe me kongrueshmërinë. Duke parë qytetarët shqiptarë, duke parë bizneset shqiptare, institucionet shqiptare, sa të rëndësishëm janë këta kapituj? Shqipëria drejt tani për të bërë dhe një përmbledhje, teknikisht ka hapur 4 grup kapitull. Ka hapur me 15 tetor grup kapitullin e parë, themelore që është dhe i fundit që do të mbyllet, sepse ka kapitull shumë të rëndësishëm, kapitull për sigurinë, për çështjet e ligjit, drejtësisë, ka për prokurimet publike, për statistikat, për menaxhimin financiar e kështu me radhë. Ka hapur kapitullin e 6, grup kapitullin e 6, kënë politikat e jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian, që besoj është kapitull më të lehtë, ku Shqipëria prej vitesh tashmë është e njësuar me këtë politikë Bashkimit Evropian, me përjashtim disa traktateve që duhet t'i negociojë më vete. Me 14 prill hapi grup kapitullin e 2, që është një nga grup kapitull më të rëndësishëm, ai që lidhet me tregun e përbashkët Evropian, dhe me 22 maj hapi grup kapitullin e 3, që është rritja konkurrueshmëria dhe rritja ekonomike e gjithë përfshirëse. Ky grup kapitulli i fundit, nëse do të referohemi këtij që lidhet ndoshta edhe me summitin që është zhvilluar në Kotor, ka 9 kapitull të veçantë, që kanë qenë pjesë 35 kapitujve të aki komuniter, që lidhen me konkurrueshmërinë ekonomike, që futen politikat industriale, politikat sociale, politikat e arsimit lartë, politikat e arsimin përgjithësi, politikat e kërkimit shkencor dhe të inovacionit. Pra, dhe në një farë kuptimi, edhe nga termi, pra nga emërtimi që ka grup kapitulli, nënkupton një shtet që të bëhet pjesë antare të Bashkimit Evropian duhet të ketë një ekonomi konkurruese, dhe që të ketë një ekonomi konkurruese duhet të ketë një politikë industriale të përcaktoj drejtimet të tjenë, por nga ana tjetër Bashkimi Evropian është i ndërtuar mbi parimin e solidaritetit sociale ose asaj që quhet ekonomia sociale e tregut. Pra nuk nënkupton një ekonomi tregu e cila me ashpërsinë e saj përjashton grupe nga situar suksesi ekonomik, por duhet ndërtuar modele ekonomike. Ata i mbron ose i mbështet të rritur. Pra, ndërton modele ekonomike që i gjithë përfshin, aty ku mund gjithë përfshin, ndërsa ata që nuk munden, për arsye nga mundryshmet të jenë pjesë e modelit ekonomik të një vendi, duhen mbështetur me mekanizma social, pra politika sociale, që edhe ata të përfitojnë nga situash modeli ekonomik që ka një vend i caktuar për ta thjeshtuar më saktë politika sociale që tashmë kjo është dhe inkurajimi që i shtyn edhe qytetarë nga Shqipëria që kërkojnë edhe azil shpesh në mënyrë të padrejtë, pa dhe nga vendet të tjera. Bashkimi Evropian shikohet si një lloj parajse sociale, ku njeriu edhe nëse nuk ka punë, ka një mbështetje, gjë që nuk është e njëjta nëse ti do të jesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera ku situash çdo gjë varet nga iniciativa jote individuale dhe mbështetja. Në lidhje me bizneset shqiptare dhe përsa i përket kapitujve të kongrueshmërisë, mendoni se nevojitet një punë shumë e madhe në këtë periudhë që ka ngelur, sepse standardet e kompanive amerikane, kompanive europiane i dim, deri diku i dim edhe ato shqiptare. Natyrisht do jetë një sfidë jo e vogël për ekonominë shqiptare, veçanërisht për biznese të caktuar. Natyrisht ekonomia shqiptare, por ndoshta kjo mund të jetë temë diskutimi që mund të ketë dhe ekspert ekonomist, ka një tipologji që është mbështetur në 2-3 drejtime kryesore, ndërtimi, turizmi, bujqësia, shërbimet të tjera që gjithsesi janë të lidhura. Ajo çfarë vlen që dihet ndoshta edhe për ata që na dëgjojnë është që në momentin që Shqipëria do të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian, shumë politika, po them në thojza mbrojtëse që kanë bërë me tarifat doganore apo të taksave të tjera për mallrat që hyjnë, do të zhduken, pra nuk do të ketë më, sepse Shqipëria do të jetë pjesë e një tregu dhe varet nga ekipet negociatore që të përcaktojnë afatet përballë negociatorëve të Bashkimit Evropian se kur do të jetë gati tregu shqiptar të përballojë këtë presion konkurrues. E vetmja gjë që mund të negociohet është në disa terma kohor, pra disa afate kohore, që sepse në të kundërt, çdo produkt që mund të tentohet të tregtohet në Shqipëri që nuk plotëson standardet, automatikisht në momentin që vend antar institucionet rregullatore
ato kompani, apo ato biznes, e nxjerrin nga tregu dhe naturisht dikush mund thotë, po në qoftë se ikën ky produkt, çfarë do zëvendësohet? Pikërisht kjo arsyeja që ka tregu. Ky produkt zëvendësohet me një produkt Bashkimit Evropian që ka standard. Pra në qoftë se biznesi shqiptar humbet mundësinë të përshtatet siç duhet dhe në kohën e duhur për të plotësuar standardet produkteve, jo thjesht eksporti i tyre, por dhe shitja brenda vendit, shumë lehtësisht mund të zëvendësohet nga ata patjetër, sepse ti tani je pjesë e tregut të përbashkët evropian dhe operon në një territor të përbashkët të vetë. Pra me politika të unifikuara. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Kamberi, shqiptarët të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë, qoftë me dokumenta, qoftë pa dokumenta, qoftë në proces të nxjerrjes dokumentave, çfarë do thotë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin, antarësimi më saktë, jo integrimi, për ata që jetojnë jashtë? Ata që kanë dokumenta tashmë, nuk kanë një dyshim thelbësor, thjesht lëvizja. Edhe ata që janë pa dokumenta, në momentin që ti bësh të vendantar, do të shikohet çfarë do të ndodh me ato që quhet hapja e tregut punës. Sepse kjo nuk kupton një amnisti në blok, vetëm për faktin se Shqipëria hyri në Bashkimin Evropian, siç e ka treguar eksperienca e Bullgarisë dhe Rumanisë në disa politika të Bashkimit Evropian, siç është antarësimi në zonën euro, antarësimi në zonën Schengen, apo edhe hapja e tregu të punës, ndodh me periudha kohore më të gjata. Pra ti mund të antarësohesh në 2030 dhe tregu punës mund të të hapet në 2035. Apo mund bësh pjesë e zonës euro në 2040. Varet çfarë hapash kohor dhe çfarë standardesh je në gjendje të plotësosh për ballosh pjesëmarrjen në një politikë të tillë komunitare. Dhe kemi vende antare që janë antarësuar për tashmë për gati 20 vjetësh që ende nuk janë bërë pjesë e politikave. Kroacia para disa ditësh, si thua, mbas 12 vjetësh mendohet që mund të jetë afër antarësimit për në zonën euro, pra të zëvendësoj monedhën e saj kombëtare me euron. Pra shumë element ndoshta edhe duan zhveshur nga këto mitet urbane, që ndodhin për shkak mungesës informacionit, por edhe për një lloj kështu shpesh folklori kombëtar që neve fusim në çdo fush, për të qenë sa më të saktë për situash përfitimet, natyrisht që ka përfitime, por ka detyrime, përgjegjësi, po pse në disa fusha Bashkimi Evropian ose antarësimi më saktë Bashkimi Evropian do të jetë jashtëzakonisht sfidues. Dhe kjo ka nevojë të bëhet e ditur çdo grupi interesi, jo thjesht për ta friksuar, për ta ndërgjegjësuar që është një proces transformimi i cili do të ketë ndihmën e Bashkimit Evropian për të mbërritur këto standarde, por jo se do të viti bëj Bashkimi Evropian. Kjo ndoshta duhet të jetë shpjegimi më kryesor që do të bërë. Faleminderit zoti Kamberi që ishte në studio. Faleminderit juve për ftesën.